Horoskopi ditore shtunë, 23 maj 2026, Dashi. Dëshira për ndryshim do t'ju bëj të aspironi diçka tjetër dhe në jetën sentimentale do të ndiheni gati për të kthyer faqe. Shmangni gjërat që ju krijojnë probleme, mundësi të mira do të ofrohen për ata që janë vetëm dhe që duan të nisin një lidhje të re dashurie. Dita do të jetë mjaft pozitive, në punë do të keni luhati omori, por mundohuni të jeni sa më koherent për të mos kompromentuar pozicionin tuaj. Demi, në dashuri, duhet të gjeni arsyet e keqkuptimeve me partnerin dhe të mundoheni të jepni zgjidhje. Një person xheloz për ju në familje do t'ju mërzis. Ata që janë vetëm, dita do të nisë me disa kapriço. Mos i lini pas dore miqësitë që keni për zemër. Nëse duhet përballeni me një mbledhje në punë apo një analizë të rëndësishme, angazhohuni plotësisht dhe gjithçka do të shkojë mirë. Binjakët, nga e kaluara do të kthehet në jetën tuaj një i njohur i vjetër i cili mund të ndryshojë jetën tuaj sentimentale. Bëni kujdes të mos bini prej iluzioneve pasi me shumë mundësi asgjë nuk ka ndryshuar. Ndërkohë, ata që janë vetëm duhet të bëjnë sy të katër dhe të mos i besojnë një miku që shtiret si i sinqert. Në punë do të arrini të zgjidhni një problem pavarësisht mungesës së armëve në dispozicion. Nga kjo ditë do të nisë një rrugëtim që do t'ju çojë drejt suksesit. Gaforia, gjatë kësaj dite do të merreni me blerje të rëndësishme dhe me shtëpinë. Në harmoni të plot me partnerin do të bëni shpenzime për ta reduar stresën tuaj. Kush është vetëm do të shfaq tërheqje ndaj një të lindurit të shenjës bricjapit. Nuk ka mundësi që të nisë diçka serioze. Shmangni investimet dhe spekullimet në punë. Bëni mirë të tregoni kujdes pasi do të ketë shpenzime më të rëndësishme në vijim për ju. Luani, sensi juaj i korrektësisë do t'ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura lidhur me një histori dashurie që nuk po shkon siç duhet. Nëse është e nevojshme, merrni një periudhë për të reflektuar. Për ata që janë vetëm, priten lajme të mira në ardhje lidhur me një person që i përket të kaluarës. Takimi me të do të sjellë gjëra të reja. Grinta dhe vendosmëria në punë do t'ju ndihmojnë të keni mundësi më të mira. Tregohuni të kujdesshëm ndaj zgjedhjeve tuaja. Virgjëresha, duket si një ditë monotone, por nuk është as pak e tillë. Ndonjë zhvillim në dashuri do t'ju ngjall dyshime dhe pasiguri, por ju do të dini si t'i përballoni çdo situatë. Ata që janë vetëm do të mund sqarohen me disa persona që kanë krijuar probleme. Sinqeriteti dhe vendosmëria do të vlerësohen. Në sferën profesionale bëni kujdes në raportin me kolegët dhe komunikimin me ta. Raportet njerëzore do të ngrohin ambientet e punës dhe do të krijoni harmoni. Peshorja, Marsi do të ndikojë fuqishëm në shenjën tuaj, sidomos në gjysmën e dytë të ditës, duke ju krijuar situata ankthi dhe tensioni me një familjarin tuaj. Me partnerin komunikimi do të jetë i mirë, por mos u përfshini nga xhelozi të kota. Ata që janë vetëm do të mund të kalojnë një mbrëmje simpatike me miqtë e tyre, do të ndiheni të lodhur së kërkuari dashuri. Në punë gjatë kësaj dite do të keni mundësi të papërsëritshme, por mos merrni vendime të nxituara. Kërkoni ndonjë këshill sepse do t'ju duhet. Akrepi, nëse ju duket se sfera ndjenjave nuk po shkon ashtu siç duhet, mendoni më të mirën për ju. Kushtojini kohën tuaj të lirë dikujt që ka nevojë të shfryhet. Ata që janë vetëm mund të marrin propozime interesante për të ardhmen. Gjatë kësaj të marte mund të merrni në konsiderat një zgjedhje e cila mund të ndryshojë jetën tuaj. Sa i takon sferës profesionale, një telefonat që prisnit prej kohësh do të rezultojë vendimtare. Shigjetari, sfera e dashurisë shkon më së miri dhe kjo ditë do të kalohet në mënyrë të mrekullueshme së bashku me partnerin tuaj. Bëni kujdes ama që të mos jeni posesiv. Kush është vetëm do të ketë mundësi të mira për të nisur një lidhje. Në punë do të keni mundësi të mira dhe do të mund të korni frytet e muajve tërë sakrificash. Bricjapi, yjet ju sugjerojnë strategjitë më të mira për të përdorur ato në fushën e ndjenjave dhe do të merrni çfarë dëshironi. Do ta gjeni veten të rrethuar nga njerëz të dashur. Ata që janë vetëm mund të kenë takime vendimtare lidhur me fushën e dashurisë, por duhet i bëjnë sy të katër për të njohur personin e duhur. Në punë do të thirreni për të bërë zgjedhje të rëndësishme për të ardhmen. Fokusohuni mirë në prioritetet tuaja në mënyrë që të mos gaboni. Ujori, kjo ditë do të jetë mjaft pozitive për dashurinë, me shumë pak kundërshti dhe me shumë bashkëpunim. Do të jeni në të njëjtën linjë me partnerin për gjithçka dhe kjo
do t'ju bëj të dyve të lumtur. Ata që janë vetëm mund të mësojnë një sekret lidhur me një person që sapo e kanë njohur. Duhet t'rregojeni të kujdesshëm që të mos bëjmë pyetje jo diskrete. Sa i përket sferës profesionale, veproni me vendosmëri drejt projekteve më ambicioze. Ky është momenti për të përmirësuar situatën tuaj në punë, por dhe sa i takon ekonomisë. Peshqit, bëni mirë të qartësoni disa gjëra përpara se të vijoni me lidhjen tuaj. Është mirë që të dialogoni dhe të sqaroni gjërat, në vend që të mbani mëri dhe të rini të mënjanuar. Kjo marrë do të jetë mjaft e frytshme për disa nga të lindurit e kësaj shenje që janë vetëm, pasi do të mund të gjejnë personin e duhur. Në punë sigurohuni mirë lidhur me një propozim që do t'ju bëhet. Të besuarit është gjë e mirë, por të mos zënit besë është edhe më e mirë.